Mark. Kjo puna e vëllimit parë, vëllimit dytë, vëllimit tretë e tjerë. Më kujton pak ka qenë një anekdot në ish Jugoslavi. Po. Që një organizat partije, si ishe lidhja komuniste e Jugoslavisë Malzi, mblidhet kur sulmon Bashkimi Sovjetik Çekoslovakinë dhe i shkruan një letër të hapur bashkimit ultimatum. Organizata e bazë këtej nga një fshati Malzi dhe i shkruan një ultimatum Bashkimi Sovjetik që të tërhiqet menjëherë nga Çekoslovakia. Dhe diskutojnë ata gjithë ditën dhe në fund një nga ata antarët i thotë, po sikur thotë Bashkimi Sovjetik të mos tërhiqet, të do ta shqyrtojmë mbledhjen e radhës. Okej, konstatojmë ka 5 herë që konstatohen që ka manipulime, që ka presione, që ka kështu, që këta kanë patronazhistë. Në pjesën më të madhe janë të vërteta. Problemi është, e para, opozita nuk është organizat ndërkombëtare as jo qeveritare që monitoron zgjedhjet. Opozita është aktor në zgjedhje. Dhe në momentin që futet në betejë, do duhet që e para gjatë do duhet që të parashikoj strategji, taktika se si ti fitojë zgjedhjet. Po. Nuk mund të justifikohet askush ku luan me Realin e Madridit, sepse Real Madridi ka ble lojtar më të mirë se ka para më shumë. Do duhet që ndeshjet mendoj si të mund në Real Madridit. Kemi është nëse blen arbitrin? Arbitri kush është? Në këtë radhë ishte edhe Spaku ose BOD? Bëj presion, jo. Ora, unë e kuptoj, pra, problemi, a mund vazhdojt pafundësisht shku? Të akuzosh opozitën është pozicioni më komod. Kush? Të fajsosh opozitën, për gjithë shka është pozicioni më komod dhe më i thjeshtë. Se fajse kur opozitën, po jemi... Ta fajsosh. Por edhe ta mbrosh opozitën... Jo, nuk është çështje mbrojtje. Një sekond. Edhe ta mbrosh opozitën kur sillet në këtë mënyrë, do thotë të kërkosh që opozita gjithë jetën ngelet në opozitë. Edhe, jo, që ta... Një sekund. Unë kur s'kam sulmu opozitën, kur? As të 8 vjetë, as 4 vjetë, as kur. Por, edhe kjo mbrojtje që i bët parë syje opozitës, që opozita nuk sulmohet, çfarë në një farë mënyre shkon në favor të pushtetit. Pra, të rrijë opozita kështu si që është, sepse pushteti është i përjetshëm. Kështu që ju lutem, do duhet që të mos pra përmes mendimit, ata që duan vërtet opozitën, do duhet që të kërkojnë që opozita duhet opozitë dhe të fitoje, opozitë fituse. Ata që duan opozitën si dekoracion të demokracisë, më thonë, po mirë, po mos i bjem qafë opozisë, opozita kështu e tjerë. Unë jam dakord, opozisë nuk i bjem qafë para fushas. Por në momentin që bënë zgjedhje, do duhet që të kërkojmë, të bëjmë analizë për opozitën. Kjo situatë, padyshim që meriton një analizë së pari nga ata që ishin protagonistë të humbjes, që është vetë opozita, e cila përtej fajt që gjenë tek qeveria. Pasi, në fund, këtu nuk kemi të bëjmë me një parti politike, kemi të bëjmë me një qeveri politike. Pra, PS-ja nuk është PS, është qeveria. Po, pra, dakor. E cila gjithë aktivitetin e saj qeveritar e ka me natyrë elektorale. Edhe një lokal hapet një fshat, shkojnë atje, mbledhin katundin, bë kjo me meritën e qeverisë, pra, është e gjithë periudha qeverisë, se 4 vjeçar është një fushat e pafund. Po, non-stop. Non-stop. Dhe, përballja me një qeverisje të tillë është padyshim shumë e vështirë. Këto zgjedhje ishin në mënyrë absolute të vështira, sepse një gjë të vërtet ka thënë Edi Rama, unë jam 5 hapa para, dhe ishte vërtet, përpara se të shpallej vendimi për votën e emigrantëve, ai e kishte filluar fushatën. Ore dhe Lapa i kishte 6 muaj që vinte. PD-ja vinte nga një periudhë që përzi po mblidh të coprat pas Big Bangut që kishte ndodhur. Tanim, përtej çfarë ndodh atje, besoj që në të mirë të demokracisë së shoqërisë
jashtë interesave politike. Ca mendje të ftohta duhet të jenë më të kthjellta për të arsyetuar. Ajo që mendoj që duhet bërë në këtë fazë post zgjedhore, do duhet kuptohet që me gjithë shifrat e mëdha, ky është një lajm i keq për demokracinë. Që mazhoranca ka rritur Ka një mazhorancë të tillë. Padyshim që s'mund të jetë lajm i mirë. Dhe një opozitë që është edhe më e dobët dhe mbi të gjitha ajo që besoj që do duhet të stimulohet edhe nga njerëzit e kthjellët jashtë mendjeve të nxehta politike, është çfarë qëndrimi duhet të mbajë. Mentor, e kupton në çfarë situate jemi ne? Në prej 2 mandatesh, në parlament, opozita nuk ka mundur tjetë e plot. Në 2019 u larguan nga parlamenti, gati 3 vjet e lanë Ramën me një mazhorancë absolute të kukullave që kishin lënë vetë në për lista. Apo jo? Ndryshua kodit zgjedhor. Edhe në parlament nuk pati opozit, nuk pipti u zë. Në 2021 u bë grupi parlamentar i humbën zgjedhjes, s'ka rëndësi, po të paktën tjetër grup parlamentar luftarak, për arsye të përjashtimit Berishës, për 3 vjet opozita më shumë pati probleme me vete dhe edhe në vitin e fundit u bashkua 90% e opozitës, po prap pati jashtë probleme. Ka 2 mandate kjo qeveri që s'ka përballje në parlament në nivelin po e quajmë teorik. Që ta përmbyll. Më falë, problem, vetëm pak për replik. Atëherë, cila është zgjidhja? Është zgjidhja që ne të presim derisa një sekond. Qeveria shqiptare të iluminohet dhe të krijojë situatën ideale për opozitën, apo duhet që opozita të ndryshojë dhe të bëhet më konkurenciale, më fort, më goditse ndaj qeverisë, më besueshme për qytetarët. Dhe po nuk u bë ky debat, nuk bëhet e tillë. Unë për këtë po flas. Dhe duke qenë një opozitë e dobët, normalisht pushteti do fuqizohet më shumë. Për këtë debat po flas dhe jo thjesht për debat. Unë po flas për nevojën që këto mendjet e ftohta jashtë selive të partive të shndrohen në një aktor presioni, sepse unë nuk pres që qeveria të iluminohet. Ti do të thuash të bëjnë një parti tjetër? Jo, pra jo, është ndryshe të kesh tjetë një mendim intelektual, jo partijak, por i kthjellët për nevojat që duhet të ketë dhe të bëj opozita. Kam një mesazh, thot, po ndjek në opinion dhe nuk mund të gjej një kontakt. Tamam, thot, por ju tregoj se si është vjedh vota këtu në Londër, me presion administrata duke kërkuar votën këtyre këtu, ose i heqin nga puna. Me respekt, Filani nga Hasi, me banim Londër. Mirë, shiko, ne nuk po diskutojmë, sepse në Shqipëri vota ka qysh 96-ën që këtu nuk ka sistem normal të votimit. Dhe një forcë politike, kur merë përsi për të konkuroj, duhet marrë parasysh të gjitha vështirësit. Se si është bërë kjo fushat, me apo pa shumë prova në të gjithë e dim. Sistemi patronazhimit klasik nuk është ai që është aplikuar. Nga sistem patronazhimi, ky është ndruar në sistem presionimi.